Përshëndetje. Korça edhe këtë vit ka mirëpritur në gjirin e saj një numër të konsiderueshëm poetësh që janë bashkuar asaj që unë ndonjëherë e quaj si festival vargjesh, se i tillë në fakt është ky festival ose ndryshe në dy netët që bëjnë bashk poet nga vendet të ndryshme të Ballkanit. Kemi shkëputur një prej tyre, një prej poeteve të cilat në fakt i mungojnë Korçës prej shumë vitesh. Ajo ka vendosur që krijimtarinë e saj ta ndajë mes Shqipërisë dhe Greqisë, po jo vetëm, sepse tashmë vargjet e saj janë përkthyer në disa gjuhë të botës. Në spanjisht, në italisht, në greqisht, në turqisht. Është mirëpritur natyrisht edhe në letërsinë kosovare dhe me të drejtë Besa Myftiu, një artiste, një shkrimtare jashtëzakonshme, do ta cilësoj atë si poete të mallit, të dashurisë, të ëndrrës, të dhimbjes, të vetmisë, të shpresës dhe të mendimit. Kënaqësi sonte që po e njoh dhe unë nga afër për herë të parë për ta përcjellë tek ju me emocione ashtu siç di vetëm ajo, Rakela Yzeiri Zoga. Rakela, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që jam në studio dhe jam e ftuar mes jush. Kërkoj të falur për zërin sepse netët poetike janë net emocionale, net shpirtërore dhe parada e poetëve është që të jenë një mrekulli. Jam e lumtur që jam në Korçë, jam e lumtur që jam në këtë studio, në studion time të viteve rinore, në kaldrëmet e bukura të qytetit tim dhe gjithë një vi me një mall i cili asnjëherë nuk u mbet. Dhe pse jam kaq afër, 3 orë larg, unë gjithë një kam mall për qytetin tim, për Korçën. Çfarë solli netët e poezisë korçare këtë vit për ju? Kishte emra të rinj poetësh dhe kjo më pëlqeu shumë. Ishte shumë bukur e organizuar. Më pëlqeu shumë prezenca e Juridës, e cila drejtonte kaq bukur netët poetike, dy të rinj të talentuar, të cilët kishin jo vetëm biografinë, por edhe grupi i Entelakase, i cili ishte në gjuhë tuaj edhe përktheheshin nga anglisht në shqip, edhe nga shqip në anglisht. Prezenca e zëvendëskretarit të bashkisë të Bashkisë së Korçës ishte prap një gjë shumë e suksesshme sepse unë e kam ndjekur dhe ajo e ka ndjekur në të gjithë netët poetike të poezisë. Pra Korça kishte mysafir poet nga gjithë Shqipëria, poet nga trevat e bukura të Kosovës, nga Dardania, nga Prishtina, kishte gazetarë të ndryshëm, kishte Albilushin, e cilësoj sepse ai tashmë është bërë dhe i talentuar edhe njihet këtu edhe në ekranet e ndryshme televizive. Por unë jam shumë e gëzuar sot për të vetëm arsye se përsëri mbaj mall në shpirt. Këto ishin net kaq të bukura dhe poetët flasin me vargje. Unë përpara se të flas dua të përshëndes me poezinë e Korçës, të them disa vargje të bukura se poeti flet me vargje. Me kënaqësi. Sa herë që vi këtu tek ti, ndizem me zjarre brenda vetes. Dua t'i ngroj gjithë miqtë e mi me fjalët e bukura të përshëndetjes. Ja barinia tek ndisja ndonjë cigare, ponçën e pija në filxhan kafeje. Në sytë e fshehur mbaja malle, si mbarshi Hungria i një reje. Unë, kur su fola kalimtarve, cisha që jam që të bëhem nesër, më duke i bota gënjeshtare, s'desha t'i shtoj tjetër gënjeshtër, në lagje njënë për kaldrame, gjurmët e mia kërkoj t'i gjej. Me syni se lexoj shtë gur, e pres të gur i dhimbje ndjej, sa herë që vi këtu tek ti, dua të ndjej veç dashuri. Dhe për qenë i sinqert, përpara se të filloni net e poezisë, kam shkuar në kaldrëmet e lagjes një, aty ku jam rritur, aty ku ka qenë gjithë fëmiria dhe rinia ime, jam ullur tek pragu i gjysës, kam recituar dhe kam lotuar gjatë, sepse loti është edhe dashuria e shpirtit tim. Unë nuk mund të jetoj dot pa trishtimin dhe edhe trishtimi dhe vetmia bëjnë pjesë në shpirtrat bukura poetësh. Na ke emocionuar që në minutat e para të intervistës. Faleminderit shumë. Zgjohu në ditë vjeshte është vëllimi i fundit i Rakelës.
është një vëllim i cili i prezantohet publikut me një numër të konsiderueshëm poezish, emocionesh, ashtu siç di vetë Rakela dhe e njohët, besoj se ç'mund të përmbaj, imagjinoj se ç'mund të përmbaj ky vëllim poetik. Rakel, pavarësisht se ke shumë vite, duket sikur ke lindur bashkë me poezinë, nuk kemi një numër të konsiderueshëm poezish. Çfarë është poezia për ty? Është diçka kaq e shenjtë se ajo duhet të jetë më shumë se sa në sasi, në cilësi vargu, në cilësi emocioni? Për mua poezia është një mesazh përcjellja, një mesazh shpirtëror. Në shpirtin tim ajo figuron e shkurtër edhe gjatë. Pa është gjithë një ndjenjë dhe unë kam certifikatën e vetes tashmë që kam lindur me poezinë. Kam filluar të shkruaj që në moshën 7 vjeçë. Poezitë e mia kanë qenë në Fatosi, Pioneri, në revistat e kohës. Në revistat e kohës, po. Dhe mendoj që dikur e vogël, unë i postoja me post dhe dje që do të arinin aty, edhe prisja. Gjithë një më ka shqetësuar ai edhe kur ritesha në vazhdimësi, prisja me emocion botimin e poezive. Rakel, jam kurioze, çfarë mund të shkruaj një vajzë 7 vjeçare? Ja, të ta them. Në klasën tonë sot të bu një zhurullti. Artani Kapedani e bëri klasën një. Prish librat, prish fletoret, prish kariget, prish destolet. Vjen mësues, ja bobo, kush e prishi klasën o, e të tjera. Do me thonë shkruan për familjen. Shqetësimet e përditshme për bangat, dikur për shalljen e kuq që mbajnë në qafë, kush do bëjsh ai yllkë. Jo vetëm kaq, por më pëlqente shumë kur ngjiteshim lart në kodrat, dhe më falni të dashur dëgjues ose ata që na vështrojnë, kishim kutit e shkrepseve mblitnin buzbardh dhe buzzi, edhe ani më na fer ka të kuqe. Ishte një kohë shumë e bukur. Unë jam borxh kësaj korçe, sepse fëmijëria ime ka qenë jashtëzakonisht e mrekullueshme. Unë këtu kam hedhur rapat e parë të poezisë, të dashurisë, të dhimbjes, të emocioneve. Gjithçka kam kaluar në këtë qytet të bukur. Dhe nuk ishte se si të mos i hithje pastaj çdo gjë që kishe në letër. Patjetër duhet të përmend këtu. Unë do të fillojmë të përmendim edhe për Korçën, duhet të përmend shumë njerëz. Prandaj për të mos u mbajtur teatri, unë do flas në numërin shumës, por gazetarin Shirmaminga do ta përmend, se kemi bërë shumë emisione të bukura këtu bashk. Ato kanë qenë spontane, dëgjoheshin kudo. Kam ndërtuar shumë aktivitete kulturore dikur në atë kohë, edhe kur gratë dhe vajzat fluturonin rrugëve të kombinatit apo në institucionet që ekzistonin këtu. Jo vetëm kaq, por kam botuar në Zëri i Rinisë, në Drita, në Shqiptarja e Re, në organet e ndryshme të shtypit që ekzistonin atë kohë. Nuk dua të harroj asnjëherë kilometrat e fundit të Kurudhës Milotra Shanklos, ku shkoja propagandiste dhe kam mbajtur gjithë gazetën Vullnetari. Me emocion kam pritur nga prit zogaj të botoheshin poezit në Zëri i Rinisë dikur, sa ne prisnim radhë atëre, ato ishin dinjitoze dhe nuk mund të ishte kaq e lehtë kur të lexosh librin të shikosh. Kjo Rakel, nuk ishte kaq e thjeshtë, sepse ndoshta sot qarkullojnë për hir të vërtetës një numër i konsiderueshëm vëllimesh poetike dhe natyrisht gjithsecili është i lirë që t'i ndajë ato me publikun, por duhet theksuar një fakt që para viteve 90 ishte shumë e vështirë që një poezi e jotja të botohej në një revistë kulturore, se për hir vërtetës qarkullonin një numër i konsiderueshëm revistash apo gazetash, dhe ajo poezi duhet të kalonte në një sit në detaje të tilla, në mënyrë që ti vërtet ta meritoje. Ta meritoje që ti të përballesh me publikun. Duhet ishe shumë i përgjegjshëm pra të përballesh me publikun. Është e vërtet, siç kishte pritjet, emocionet, sepse të prisni atëre të botoni një cikël në gazeta Zëri i Rinisë apo të botojë në organi kryesor i shtypit siç ishte Drita, ishte gjë e madhe. E kisha marrë atë në vetvete, po unë kustash që jam poete, domethënë megjithëse ishte shumë e vështirë, siç thua ti. Po unë nuk harroj netët poetike që bëheshin në Shqipëri. Ato bëheshin një herë në vit dhe bëheshin në gjithë Shqipërinë. Nuk dua ta harroj pa përmendur poetin Ilir Belliu, i cili ishte miku im shumë i ngushtë, dhe nga Korça ne niseshin për në Lezhë. Ka qenë takim shumë i bukur dhe me Ismail Kadarin atëherë dhe me Lenën ishin mbledhur të gjithë poetat në Lezhë dhe shkonin për herë të parë. Nuk dinim ku të qëndronin, s'kishin parë Shkodrën, Lezhën, ishin shumë vegjël. Po e përfaqësonim Korçën me shumë dinjitet. Unë kanë qëmitet bukura dhe nuk e harroj, kam qenë pjesëmarrëse kudonë të poezisë, shkoja si e veçantë korçare, por të dalë tek tema juaj, tek pyetja juaj. Mendoj që poet ka shumë,
por ato numërohen me gishta. Nuk e di pse të gjithë e quajnë vetëm poet, për mua ka shumë pak poet. Tani mund botosh të paguash parat, të jemi sinqertë të flasim hapur, kështu siç po bëjmë bisedën, boton, paguan lekë dhe boton një vëllim. Jo, nuk është kështu, sepse këtu duat të jenë të kujdesshëm në shtëpitë botuese, nuk e në kontroll poezit. Ato diku mund të jenë të kopjuara, diku mund të jenë të transformuara, pra mendoj që nuk ka një kontroll. Duhet, ose një përgjithësi, sepse mban përgjithësi kur nxjerr një fillim poetik dhe nuk është kaq e lehtë mban përgjithësi. Edhe poeti nuk mund është si një fabrik në vetvete. Më fal që e thash ka një gjuhë të rëndom dhe nuk e krahasova me një ujvar që rjet, për arsye se ai prodhon, por mund të moment të tesh. Unë më kujtohet që kisha një valizë të gjithë me poezi dhe të gjitha poezitë i ndaja, i seleksionoja që të nxirja këtë vëllim kryesor dhe më vinte dhimbje i preknja, sikur i përqafonja, kështu sikur i nga një puthje dhe i largoja prej vetes. Nuk është kaq e lehtë të botosh, por duhet të seleksionosh dhe të dish. Tani mendoj që botojnë shumë lehtë, tani mendoj që poezia, sepse është kthyer në një kapital, edhe në përçmime dhe në për këto, domethënë, nuk e di, diçka ndodh, diçka nuk është në rregull, që duhet bëhet në rregull. Në nek poezie kur shkojnë në Suedi apo në Bruksel apo në vendet e tjera, shikoj që janë të organizuara edhe aty bukur, edhe aty me nivel, po pak edhe më ndryshe. Ndoshta edhe ne kur të arrim tani Europën do të jemi edhe më mirë. Ishim breslënce ne të poezisë këtu. E vërtet ishim breslënce erë do t'i them, sepse kjo është era të dashur dëgjues, është era jonë, sepse bëjmë emisionet të mrekullueshme. Do të na japësh, unë natyrisht nuk di të recitoj bukur, po fare rastësisht e kam hapur vëllimin e fundit të Rakelës për të përcjell disa vargje. Vetëm kështu mund bisedosh me Rakelën nëpërmjet vargjeve. Kush të tha? Kush të tha të luaje me mua? Një herë u afrova dreqit amar, i besova gënjeshtrës më të bukur, asaj që fëmijët e quajnë prall. Kush të tha të qeshje me mua? Me trupin e bukur e syt vjesht, unë të solla muzgjet dashuria. Vraponi në shi, e thaheshi në erë. Kush të tha të më mbytësh vështrimin në dallgët e syve të tu? Lotët e mi prej qelçi, s'mund t'i thyej një zemër gur. Shumë e bukur. Të falenderoj shumë për emocionet që përcjell, megjithëse është hera e parë që mund ta prekësh një poezi të Rakelës, të përcjell kaq shumë emocion, vin kaq natyrshëm. Rakel, çuditërisht zgjodha një poezi që më shkruanin pardje dhe ajo ka hyrë në një antologji më duket Amerikë, më shkruan në ndjenja jone poetike që është poezi që ka lënë shumë brez. Faleminderit që zgjodha, e bukur ishte. Ishte fare rastësisht në fakt. Po, shiko, për mua dashuria është një motiv shumë i bukur shpirtëror dhe besoj që asnjë poet nuk mund të shkruajë pa patur një ndjenjë të bukur dashurie, qoftë vrarë, qoftë plagosur apo të humbur. Rakel, megjithse ke filluar të shkruash edhe ta ndash ndjenjën tënde me lexuesit herët, shumë herët, vëllimin poetik le të mbetemi miq e ke botuar në çfarë viti? E kam botuar shumë kohë përpara, mund të kenë kaluar, më fal, nuk e di, po 15-17. 15 vite. Po, i pari. Megjithatë unë e konsideroj vonë në kuptimin e duke patur parasysh moshën kur ke ti. Ka qenë një gjë e bukur ai libri, të mbetemi miq, se është një librushkë vetëm shumë e bukur, dhe sepse më pëlqen gjithnjë që të fotografoj dhe veten në kopertinë dhe ka qenë me një xhekele kur të bukur këtu në Korçë, aty tek Bashta e Gegas, aty ku dikur dilnin dhe lodh dhe luanin tek Shatrivani, edhe më kujtohet që kam bërë këtu në Korçë tek biblioteka Guri Kote, se doja të ishte e gjitha Korçë. Megjithëse unë shumë gjëra i ndaj dhe me Fierin, mos harrojmë, sepse unë jam edhe nga Fieri. Babai im është aty, megjithëse jam rritur, jam lindur këtu, po një pjesë të shpirtit e kam edhe në Fier. Dhe më pas ke vazhduar me vëllimin tjetër, Eja Sonte. Po. Eja Sonte ka qenë një befasi për gjithë Shqipërinë. Edhe ky ka ardhur vonë, unë nuk i di vitet, unë jetoj pa mosh, pa centimetre, pa vite. Sepse nuk e di, dua të mbetem gjithë një re, dhe gjithë një dhe kam ato si do të më gjaj tani, si do të më gjaj pastaj. Eja Sonte ka qenë me Skënderi, kemi shumë me Skënderusin, shumë miq dhe shok. Në Kristali, nuk e di në mban mend tjera, ishte televizor me ngjyra që nuk ishëm të gjithë. Dhe po jepej libri Eja Sonte dhe një nga poezit
që është pikërisht kjo poezi për i shumë buj, se si të transformimin e femrës shqiptare në Shqipëri, sepse është e jason të bëjmë dashuri, nesër harrojmë që jemi takuar, do të kërkojmë njëri tjetrin përsëri, pa puthje, pa prekje me duar, e jason të zhytemi thellë gjatë të ndërojmë, për plasi dialogësh në breg trupatan që njëri tjetrin kërkojmë, dhe le t'jarojmë kafshët, sendet, njerëzit, në këtë botë tonën mëkatare, ne jetojmë brenda një buzëqeshje dhe buzëqeshja s'mund të quhet ndarje, ka dhe pak, domethënë, dhe është një poezi që po rigjumë, si le takojmë, domethënë për njerë, po sepse njeriu edhe kur duhet, edhe kur humb një dashuri e mbetet brenda vetes, dhe përsëri le të jemi të buzëqeshur, mos ikim kështu me mori. Ke prekur në vargjet e tua të gjitha, çfarë vendi ze gruaja përveç kësaj që sapo përmenda? Sa e rëndësishme është ta kthesh gruan në vargje? Shko, ajo është një perandore lindur, është të femër. Poeteshat për mua në gjajnë ideas, dhe sa e shkoja në këto, në muzet, në vendet me arkitekturë, gjithë një kujtonja labirinthet e Durrësit, ku shkonim që ishim të vogla e tjera. Gruaja tani është bërë shumë zonjë, është bërë e fuqishme në krimtari, në politikë, në çdo gjë. Meqense për politikën nuk duam bësh pyetje, se për mua është banalitet dhe nuk dua të flasim. S'ka rëndësi, ajo drejton gjithçka në këtë vend, por është një pjesë më vete. Mendoj që në letërsi, në art, në muzikë, nuk mund të futet ajo. Ne jemi diku tjetër tani, domethënë jemi në Parkun Rinia, jemi në qytet, jemi në shtet, në shtetin tonë të bukur shqiptar. Unë jam edhe për te, edhe në qik në Europë. Do të flasim edhe për... Ky ka qenë libri e jasonte dhe më kujtohet, ishim të mbledhur shumë atje dhe gjithë shikonim kështu, dhe ishte edhe Tina Rusi, Skënderi dhe shikonim dhe sa bukur ka dalë, domethënë dhe kjo, edhe më pëlqeu shumë që u botua ky libër atëherë. Dhe është botuar në Toena, ka dalë një libër i fuqishëm, edhe një libër që bëri buj dikur. Mjellmë në mjegull. Sa është një libër i cili në fakt është vlerësuar ashtu si të 4 vëllimet poetike të Rakelës, i realizuar artistikisht, është me shumë vlerë, frymëzon shpirtin dhe nga ana tjetër përçon ide sublime dhe universale. Të paktën disa nga mendimet e kritikës letrare janë këto që unë përsolla, po është vetë titulli që të tërheq Mjellmë në mjegull, pse ke vendosur ta quash kështu? Kam përfunduar librin dhe kam shkuar gjithë një shkën Volorek dikur, dhe më pëlqente shumë me ato muzikat e bukura italiane që dëgjonim dikur, e përfituroj dhe banakun e dikushëm dhe Vjeshtën e bukur të Pogradecit. Vjeshta e Pogradecit ishte një dashuri. Dhe kam qenë aty tek mjelmat. Dhe po mendoja si t'ja vinja emrin vëllimit. Këtë ma kishte propozuar Demir Gjergji. Fatkeqësisht ashtu që jam shumë e gëzuar që më azure, që kujtojmë, jam edhe i dëruar sepse ai sot nuk është një jetë, është një poet i fuqishëm, një bohem, të gjithë e njohin në Shqipëri. Më thonë Demiri, Rakel, ti ke poezi shumë bukur, thot. Unë ti kam përmbledhur gjitha, thot, sepse unë mund të shkruaj, por punën më të lotshme kanë të mbledh poezit. Domethënë më mirë të shkruaj poezi sa të rridhet të mbledh. Dhe ma kishte bërë gati vëllimin, dhe pastaj vendosa aty në Pogradec, t'jave titullin Mjellmë në mjegull. Ai i bori dhe filloi të recitonte poezit, i kam, domethënë, dhe gjithë një sarë dëgjoj e kujtoj me dhimbje Demirin. Në Mjellmë në mjegull ka poezi të fuqishme, ka poezi loti, ka poezi dashurie, ka poezi që kthesh shumë vite prapa, ashtu siç ka dhe poezi që s'ka kaluar asnjë ditë dhe asnjë çast që ti e ke shkruar. Kur i ke ti, nëse më mbeti një buzëqeshje, një shikim, kur i ke ti, diçka të bukur më dhurove një përqafim. Kur i ke ti, duar t'i mbajta gjatë në supet e mi. Kur i ke ti, unë beta me ty. Është një poezie tjetër, dhe ka qenë nga Vjeshta, e kujtoj që është përsëri aty. Tek shkelja gjethet e zverdurat Vjeshtës, mendoja të shkelja dhe kujtimin tënd. U zgjuar shpirti melankolik i fjetur, dhe thirrri fort, s'të dhëmb. Edhe këto dy poezi janë aty, pra ka qenë i mrekullueshëm dhe një kapak i bukur kështu, si me labirinth në ky libër. Kurse ky libër i fundit më krijoi emocione të veçanta, sepse filloi të përkthej në anglisht, filloi të përkthej në italisht, filloi biografia ime të një kujton. Është edhe në proces për të përkthyer në frëngjisht, Po, ka janë përkthyer nga prej Besa Miftiut, një cikël shumë
i gjërë 20 poezi frëngjisht, dhe sa e flasë në telefon, a i gjithë një më përshpërit 4 vargje të bukura, më thirë në ditë vjesht është një poezi e bukur me 4 vargje, do me thënë se është një poezi e bukur që nga emocionet tani nuk mund të them kur si ajo se më kujtojt ajo, po kam edhe një poezi të një mikes time të shtrenjtë që nuk i kam botuar kur dhe ajo është gjithë një në zemrën time, akoma se kam botuar këtë poezi me 4 vargje, por i tja i kaloi kufit e saj, tani nuk të pris dot më, të përta gjatë, më tepër nuk mund, kënjën shpesh fjala, por ishte ato të gjithë një të vërtetën. Kemi humbur shumë i kesha nga zemra, kemi humbur shumë miq, si dhe të tjeri kemi pranë vetes, por unë nuk do t'jum pas njerë miqtë e vërtet. Ata janë gjithë një dhe kur unë nuk i shikoj, unë një flasë e shtive të mija, dhe dashuri si flas nga larg, i flas në eshtje, unë gjithë nuk e di pse dashurojmë prej së largu, dhe sa herë botojmë tek Nacionali, tek Mungu Bujq Babaj, më kujtojnë titujt e bukur të poezive të botuara aty, do me thënë ciklet, dhe kam bërë një reportazh shumë bukur dhe për Korçën, kur e kam shkelur pas vitesh këtu, unë dhimbjet më të bukura dhe dashurit më të bukura e kam kaluar tek Bujtina Meri, nuk e di, në ke shkuar ndonjëherë, Meri Butink që është tu në Korçë, ka një ambient kaq të bukur, frymëzues, sa mund të mbyllësh 7 ditë aty brenda dhe mos dalësh jashtë. Nuk e di, aty gjen pranverën, gjen burimin, vjeshtën, gjen ambientet që dëshiron ti, të duket sikur je në Marok, zë një dom në Maroku. E kam vizituar gjatë atë dhe kam bërë një reportazh shumë bukur, i cili është në televizionin në Tiranë dhe është ritransmetuar disa herë. Po, Greqia, vendi i cili është bërë gati një lloj adheu i dytë për ty. Po. Sepse e larguar herët, tashmë bën më tepër se 3 dekadash që ju jetoni në Selanik. Po. Sa të frymëzon? Më frymëzon shumë. Pse? Sepse aty është deti, dhe deti për mua është dashuri. Nga një qytet i bukur me borë, shkon në një qytet det. A dhe këtu kisha dashurin borën, dhe atje kam dashuri detin. Më frymëzon dhe sepse kam rritur, kam edukuar, kam studiuar një vajzë të mrekullueshme si Klaudia, që kam edhe miken time më të ngushtë në jetë edhe në poezi. Kam bashkëshortin tim, Petrika Zogën, i cili gjithë një me zërin e mbërtë ti më shoqëron, një artist. Do me thënë jemi të tre kaq të mrekullueshëm, duket sikur lëvdoj veten. Mes artistëve? Është edhe me grindje, se nuk bëjmë vetëm nuk qeshim, është edhe me grindje, shkon lart, ka 2 orë pa tjetër do punoj me vetën, do filloj të këndoj dhe unë digjoj Skorpionsat, Michael Bolton, Jose Cada, i të gjoj kështu dhe ri digjoj atë më poshtë unë. E thëmë tani këj po këndon, nuk pa fare derën. Pastaj unë vazhdoj me vetën time, tani ulem, rëmuj gjenat, jam një rëmuj e vjetër, jo në kuptimin e si shtot Korçat një ka Qirlekut, po është një rëmuj, është një dom me libra, këtë ka të shiguar edhe Klaudia shkruan shumë bukur, por jo në prozë, poezit i ka patë o napat e para të saj. Klaudia ka një libër në dorë me tregime shumë bukura. Shumë bukura të shkruan si shkruan të dikur, tregimet e shkurta të Çahovit, i ka filozofike se ka mbaruar edhe për këtë punë, në shkencat politike ka mbaruar, edhe shkruan shumë bukur, po është modeste, shumë modeste. Rakel, përveç bukurive të jashtëzakonshme që ka Selaniku, po dhe Greqia, absolutisht, sa të frymëzojnë miqt shqiptar me cilët besoj nuk janë pakët, se shqiptarët në Greqi tashmë dihet janë një numër i konsiderueshëm. Sa të frymëzon takimi me ta, sa të sjell në kujtime? Ti je një poete që jeton me të bukurën edhe me kujtimet e qytetit. Sa të frymëzon edhe takimi me ta, bisedat që mund bëni netve në Greqi? E di që po mendoja pikërisht sikur më pyete këtu në këtë moment dhe po lotoj. Se pikërisht këtë do më pyesësh, ku ta dija që se dija fare. Shko më frymëzon shumë sepse më sa e rikle një dashuri këtu. Kam një dashuri, kam një dhimbje. Kam ty mesat e mia të mrekullueshme që i dua shumë, se gjithë një kthehemi tek familja. Por tani kur vi në Korçë vi, prandaj tash që dhimbja është e bukur, shkoj në shtëpi që quaj qyteti i Eshtur. Në qytetin e Eshtur aty kam nënën, babain, aty fle vllai, fle njerëz të mi të dashur, të cilët nuk i kam më. Sa shkoj dhe i kujtoj, i takoj, qoj vetëm lule dhe më pëlqen të shkoj vetë, ose me mbeskën time të bukur stesin, sepse nuk dua t'i ngatroj hapat, kur ishte e vogël gjithë një thonë, më pyes të ku po shkojmë, edhe unë i thoja tek qyteti i Eshtis dhe fantazoja për hallat bukura. Pra këta janë miqtë e parë të zemrës time dhe njerëzit e mi,
më të dashur të shpirtit, unë kam poezi të bukura për vllaçkët, kam poezi të bukura për njerëzit e shtëpisë, ato janë të pakta, janë shumë të pakta, se unë jam poete lirike e fuqishme e dashurisë, por misht i dua fort, ashtu në eshtje me një telefonat, duke u parë në një kamer, duke folur, unë dizërën e tyre, sikur më kanë dhe një vepër në dorë, dhe kur i kishit një me libra në përduar dhe i marrë me vete dhe i shtrëngoj fort, dhe edhe kur shkoja që isha studente për letërsi, sa e shkoja tek ato rrugët me portokale, gjithje më dukesha sikur takoja të gjithë poetët e Shqipërisë, atëherë s'dilim jashtë shtetit, domethënë. Kishim në Parandra, kur e pash nga afër Poleluarin, kur pash vendin e tij, kur pash Parisin, unë mrekullova, edhe ndalova dhe më kujtohet, kur ishim të vogla, unë gjithnjë recitoja 4 vargje të Poleluarit, me zemrën tim e zemërojmë, me shpirtin tim gjendosam, po fuqis kam dhe mbjeti sjell asaj që dashuroj kaq shumë. Për qenë sinqert, poeti im i dashur ka qenë poeti turk, të cilin unë 4 vargje të tij mbaj gjithnjë me vete dhe njerëzit që na dëgjojnë do ta gjejnë se kush është. Ai thot, ndoshta kam filluar të dua prej së largu, sepse ti je pasuria ime më e veçantë. Aty në valizhet e mia të dorës të mbaj me vete, gjithnjë sa herë jam dhe sa herë larg. Nazım Hikmet, poeti turk, më pëlqen shumë. Ka qenë dhe një burim frymëzimi. Unë kam qenë 17 vjeçe këtu dhe lexoja atë, por autografët e parë diku i kam dhënë, kur shkonim rrugëve këtu në Maleq, kishim Skënderi Petraq Kita, Petraq Zoto ishte kryetari i Degës Lidhjes Shkrimtarëve, ne gjithë një organizoheshëm dhe bënim takime me të rinjt, bënim takime në përshkolla. Dhe unë isha e vogël për vete dhe recitoja poezi. Ishte shumë e mirë pritur nga të rinjt. Po. Ndoshta gati njerëzit kishin etje për të njohur me të bukurën. Pa diskutim, ne kemi pasur dhe do të vazhdojmë të kemi poetë jashtëzakonshëm që na frymëzonin. Por pas viteve 90 pati natyrisht një lëvizje, një transformim dhe ju keni patur mundësinë, keni përfunduar studimet për gjuhë dhe letërsi dhe keni qenë prej disa kohësh edhe mësuese letërsie dhe kjo ju ka afruar me të rinj. Mirëpritej poezia pa diskutim sepse ishte, e thash, një lloj etje për të lexuar. Po Rakel, a keni identifikuar edhe si mësuese të rinj, të cilët bënin një përpjekje për të shkruar? Si e mirëprisnit ju? Se ishit vetë një poete? Shiko, unë sot do të tregoj të vërtetën, gjithnjë në orën e letërsisë, unë nuk ja duke marrë mungesat në regjistër, unë për të që regjistrin e përdorja pak, unë ja duke recituar. Dhe tash më taj më kishin bërë pjesë të atyre dhe dinin që mësuesja atyre letërsisë edhe më prisnin gjithnjë tekstacioni, se dikur dhe të bukura dhe këshumë të nisë. Edhe gjithnjë dhe ku shpegonja në klasat e 5 Rozafën, unë ja duke interpretuar, jo si në role në filma. Më kujtohoj në klasën e 8 ishte një djalë që nuk vinte fare në shkollë dhe yri kështu sa kishte shkuar në Liponik, a japi derën dhe shkoi një kaq të bukur të gjatë. Edhe Bori sikur u pengua, si e ke emrin, thash, Armando, shpirti mësuese, si thash, sepse ishte një emër që e doja shumë. Urdhro, a yri dhe nuk nda më prej orë të mësimit, dhe më kujtoj që kanë shpeguar bulinën, ishte një tregim i bukur me qenin, sepse ti e mësuese vetë dhe kujton këta, dhe unë e kam interpretuar vetëm për të nxënës. Ja kam futur shumë i gjatë në shpirt lartësinë, unë kisha vajza që shkronin bukur poezi, i merja i redaktoja. Mirë po ishte pa mundur atëre që ato të botoheshin diku në gazetën përpara, ku botohesha dhe vetë. Ka qenë Andonaqi dikur, është tashmë ka ikur në Amerikë, është miku im, i cili është përsëri aty. Thash nuk do flas me embra, jo për arsye të kujtesës, për arsye se do të më zëmbrohen, se kam kaq shumë miq poet dhe mikesha sa do të flas në përgjithësi që mos më mërziten, domethënë. Rakela është një ndër të paktat poete shqiptare e cila është pjesë e 103 poetëve më të mirë të botës dhe unë këtë e them me shumë krenari edhe si korçare që jam, që një poete korçare si Rakela Yzeiri Zoga e kemi pjesë të kësaj antologjie. Më vjen mirë që në vargjet e tua emocionet, trishtimin, dhimbjen, kujtimin, dashurit i ke ndarë me lexuesit në mbar botën tashmë. Është natyrisht një kënaqësi, privilegj, po besoj edhe një lloj përgjegjësie si poete.
Ndje është bukur, kur poezia në gjuhën tënde bëhet pjesë dhe poetëve të tjerë dhe në gjuhë të tjera, sepse ajo tashmë udhton dhe udhton dhe ndjen një emocion të cilën nuk e kisha provuar, po e kam provuar vetëm në Bruksel, domethënë. Dua të përmend një nga poetët dhe shkrimtar, siç është Agron Shelja, që është në Bruksel, i cili është një ndihmës e madhe për të gjithë poetët dhe diasporën dhe për të gjithë poetët që janë në Shqipëri. Tek atunispoetik.com, ku mund të gjeni mua, atë dhe disa të tjerë, kam marrë eksperjenca për poetë e muaj dhe kam njohur divat poete, të cilat tani më shkruan të një letër dhe më thonte Rakel Urime se jemi midis divave të poezisë. Dhe unë që të qesni, them, unë diva e Shqipërisë, ato janë me mua, i thash, jam unë diva e Shqipërisë dhe filluam të qeshne, se bëjmë edhe shaka. Dua të përmend dhe jeton Kelmendin, i cili është në Prishtinë, është pedagog, është profesor, i cili ka përkthyer edhe një antologji të fundit me poetët më të mirë, edhe ju e përmendët, vjen në Shqipëri, tërë poetët e botës vinë këtu, domethënë, me poeteshat më të mira. Jam pjesë antologjisë europiane dhe ky është një sukses i mirë për mua. Aprovojmë edhe për herë të dytë. Kam hyrë vjet edhe si vjet në antologjinë e Europës. Ky është një sukses për vërtetë. Le të ndaj edhe një lajm i cili është i parakohshëm, por tashmë ka përfunduar. Tuajtoj dhe Mikeshën time, e cila ka kontribuar Remonda Mojsiun, e cila ishte edhe net e poezisë. Ajo është një përkthyese shumë e mirë, edhe kanë nxjerrë librat e saj me të cilat u njohën dhe poetët gjatë netëve të poezisë. Ka përkthyer dhe disa poezi të mia, sepse libri im tani tashmë është përkthyer në anglisht edhe pritet të botohet në Holland. Kjo është një sukses i kohëve të fundit. Po nuk dua të harroj të them dhe një gjë. Unë jam akoma e dashuruar dhe jam e dashuruar. Uroj të vazhdosh të ishe dashuruar deri në fund. Është gjë e bukur kjo të jesh e dashuruar. Është gjë e bukur. Rakel, përmendte pak më parë diasporën. Vitet e fundit sigurisht në qendër edhe të shqiptarëve brenda kufirit shqiptar është më tepër vëmendja e përqendruar tek ju në diasporë, po unë dua ndalem pak tek ajo çka ndodh brenda Selanikut, brenda Greqisë. Po. Si arrin të krijohet rrjeti i poetëve që natyrisht nuk janë vetëm nga Korça, po dhe nga qytetet e tjera. Arrini ju të organizoheni ndoshta në net të tilla ashtu si në Korçë? Çfarë ndani me njëri tjetrin? Shiko, unë do jem shumë e sinqertë në të folur. Në Selanik është një qytet shumë i madh. Ne kemi pasur dhe kemi një deg poetësh që quhet Deg e Blert. Shpeshherë bëjmë ndonjë takim aty, po ajo nuk funksionon shumë mirë. Sepse nuk duhet të themi vetëm fjalë të mira, ajo funksionon pak. Mblidhemi diku, pim një kafe me disa poetë që mund të gjenden, takojnë sepse njerëzit aty dhe punojnë tani. Njerëzit aty janë dhe të përkushtuar në familje, koha aty është shumë e shkurtër, por për të vërtetën nuk është një këna, mblidhemi kështu duke takuar edhe si rastësisht, por dhe shumë pak të mbledhur për ndonjë libër apo për diçka tjetër. Për promovimin e ndonjë libri, shqetësimet që mund të kenë poetët suksese. Shiko, këto kohë kam qenë dhe më shumë e ikur, kam qenë në Perëndim dhe më shumë kam qenë andej dhe më ka pëlqyer shumë, por kam edhe miq të mirë, për shembull në Selanik poet si Dimitër Nicën, kam edhe Shqiponjën, thash nuk do përmend emra, më falni, nuk do përmend emra, kemi dhe poet aty që takojmë për një kafe, shallvarin e tjerë, domethënë. Po jo vetëm kaq, por takojmë dhe rall, dega nuk funksionon shumë mirë dhe kjo është e vërteta. Kush është arsyeja? Nga kush do sponsorizohet kjo deg? E para. Shumë njerëz thonë fjalë erë. S'ka kuçkë. Pse nuk bëjmë dhe ne aty në Selanik, siç bëjnë këtu net poezi dhe të vinë nga gjithë bota, të vinë nga diaspora, nga të tjerë, sepse nuk është fuqia e dur, nuk ka kush organizon. Unë mendoj edhe këtu në Shqipëri duhet të trajtohen poetët. Poetët artistat janë të paplanifikuar, janë të patrajtuar. Domethënë, ata vdesin kaq të bukur në pamje, dhe vdesin kaq të pasur shpirtërisht, sa lën një pasuri të madhe, lën poezinë, lën librin,
Dhe fleta për mua është diçka shumë e çmuar. Unë ç'është e vërteta e përdor kompjuterin, kam edhe laptopin me vete, por unë po mos shkruaj në fletë të bardha, nuk kam arritur asgjë. Ndoshta jam me një kohë të shkuar, po e dua shumë silolapsin. Unë nuk mund të flas pa një silolaps në dorë, nuk mund të rri pa një gjë me vete, sepse dikur të zinte frymëzimi dhe shkruaja me shkumos, edhe vija e kopjoja prap. Tani do me thënë shumë poezi dhe ikin. Unë jam i gëzuar që ti e ke librin tim në dorë, jam e bindur që do flasim përsëri se nuk e di do të pëlqej. Le të jetë në Zvicër, unë e përshëndes shumë Besa Meftiun, e cila parathënien e ka bërë në formë në një letre, miq të dashur të shtrenjtë, mendoj që do t'ikja dhe nuk do t'isha këtu, sepse Koma, ku kam një libër të bukur, është në Kom, dhe parathënia ka qenë në formë në një letreje, ku nuk dihet në do të zgjohesh apo jo, por unë zgjova dhe jetoj përsëri shumë bukur. Sepse poezia është ajo që të zgjon prej gjumit. Edhe diçka tjetër, kam bërë një libër të tërë në poezi, në Kom, meth, themi në greqisht, dhe kur zgjoha me kërkoja në shtëpi, thash u soll nga Tirana dhe kjo është botuar në shtëpinë Marlin Barleti tek Enon Meftiu, libri. Edhe po më thonte vajza, po ma tani vjen, në fakt unë e kisha bërë vetëm në Kom dhe nuk kishte, pastaj doli për një herë libri. Shumë interesante historia juaj. Përmendte pak më parë dhe më ngacmove për librin fizikisht. Natyrisht që ju e përmendët me të drejtë që ka poetë që nuk e ndajnë lapsin nga dora edhe jashtë një lidhje edhe gati shpirtërore, po si mundet ta bëjmë ne lexuesin ta doj poezin, po edhe pa e zgjedhur fizikisht librin? Se tani ka forma dhe mënyra të ndryshme për ta tërhequr lexuesin. Shpeshherë një lexues që ka një moment dobësie, një moment dëshpërimi, mund ta zgjojë një poezi. Çfarë forma mendon Rakel se duhet përdorin sot poetët për të tërhequr lexuesin të çdo lloji moshe? Është shumë fatkeqësi që janë çfeshur prej fletëve dhe prej librit. Është shumë fatkeqësi që nuk shikon një njeri që të ketë një fletë apo një libër në dorë. Unë zakonisht recitoj dhe ju them vargje, edhe dalojmë për disa çaste. Unë kudo që jam nuk e di, recitoj, them poezi. Dhe kjo i ka bërë që të më kërkoj një libër dhe ta dhuroj me kënaqësi. Kjo i ka bërë që drejtojnë diku në një bibliotekë dhe të marrin diçka që kam servirur. Unë mendoj që duhet punohet më shumë në këtë drejtim për çfarë arsye. Le të dhurojmë libra, le të funksionojnë bibliotekat, se ka dhe fëmijë që nuk mund t'i blejnë dot librat. Jeta tek ne është akoma e vështirë. Unë mendoj që shoqërinë këtu duhet ta ndaja në 2 klasa, në njerëz të pasur të varfër. Nuk mendoj që ka stres të mesme këtu, pa thënë që asnjëherë nuk flasim për politikën apo jo. Jo se kam frikë, por sepse është bisedë letërsie, është bisedë vargjesh dhe këtë gjë shpirtërore, këtë shpirt nuk doja ta ndaja me asgjë tjetër, vetëm me ndjenjen, me lotin, vetëm kjo do të ishte. Ju mendoni që poezinë ose vetë ke zgjedhur ta ndash vetëm nëpërmjet librit? Po, unë dhuroj libra, unë do të shkoj të flet tek një bujtinte, aty më pëlqen të flet disa libra, tek mikeshat e mia. Megjithëse domethënë dua ta marrin, jo ta dhuroj kot. Gjithë një pikë të pyetje, do ta lexosh, sepse nuk më vjen mirë ta marrësh dhe ta mbash. E kam filluar të mos lexohet edhe nga vetë poetat librat. Kanë filluar të merren dhe të mbajnë. Dhe shpeshherë kam bërë biseda private. A i di Rakel që kemi në shtëpi dhe nuk i lexojmë. Domethënë, sikur ka filluar të vjetërohet pak mendja, sikur ka ikur kjo dashuri, po shko sa të bukur janë librat. Shiko. I shikon dhe lexon tituj, sikur e prek shkrimtarin, se në fund fundit gjithë jemi për t'ikur një ditë nga jeta. Tani, Rakel, sigurisht kjo është një bisedë e gjerë. Problemi është si do ta bëjmë lexuesin që ta dojë dhe të kthehet te libri fizik. Mundet të përdorim forma të ndryshme, ndoshta të rrjeteve sociale, regjistrim. Ka shumë poetë, kam njohur, shumë poetë të cilët i regjistrojnë, i recitojnë vetë ose i lënë në dorën e profesionistëve, artistëve, aktorëve profesionistë recitojnë poezi. Që kemi parë aty po në Facebook. Me publikun. Kjo është një mënyrë për ta tërhequr e për ta çuar tek libri. Kjo është shumë gjë e bukur dhe unë kam parë që recitohet edhe me libra në dorë në Facebook, për të thënë që është ky poet, edhe e interpretojnë dhe recitojnë kaq bukur. Ma kanë përdorur të tjerët këtë për mua. Kurse unë e përdor jo në mënyrë artificiale, jo është inteligjencë artificiale, e përdor në mënyrë spontane.
Edhe duke kaluar rrugët e Korçës, mbaj gjithnjë disa libra me vete, dhe recitoj, dhe pa libra, dhe duke i thënë poezi, dhe duke qenë në një bank, dhe duke qenë në një dyqan, dhe duke qenë në një kafe, dhe duke kthyer kokën prapa tek një lokal. Domethënë se poezia për mua është shpirt, nuk mund të jetoj dot pa të. Rakel, cili është stili që ke zgjedhur? Flasim për një strukturën e poezisë. Sa bukur që dole këtu. Shikoj dashurera. Kam filluar të përdorem poezi, edhe skicat, edhe eset, edhe ato që mund të bëjnë tregime shumë bukura, të shkurta. Kam filluar të quajmë vetëm poet, atë që nuk jam poet. Poezia për mua, ju e dini shumë mirë se një mësues letërsie ka dhe rregullat e saj. Poezia ka dhe teknikën. Poezia ka edhe rimën, ka edhe rimën e puthur, edhe të alternuar, ka edhe vargun 8.000 rrogësh, 6.000 rrogësh, ka edhe përdorimin, ka edhe poezinë e shkurtër, ama kemi dhe poezinë e gjatë, kemi dhe poemat. Njerëzit kanë filluar të ngatrohen. Unë kam filluar të mos i lexoj më të gjithë. Por, për të qenë sinqert, njerëz të dashur dhe dëgjues të shtrenjtë, nëse na dëgjoni, unë e kam përdorur Facebookun pikërisht për të reklamuar poezinë, sepse dikur nuk isha sponsor të bëja poezinë, dhe vetë kam paguar gjitha libra, domethënë burin, familja ime. Asnjëherë nuk jam sponsorizuar nga dikush. Ka njerëz që kanë bërë shumë vëllime poetike. Unë nuk mund të kaloj kur më shumë se 10 vëllime, se poezia konsumohet. Poezia përsëritet. Kam parë që bëjnë 4 libra, nxjerrin një libër dhe zgjedhin, unë nuk e dua kështu. Unë jam duke patur në dorë një vëllim shumë bukur me poezi. Remollari në Tiranë të përshëndes, është një aktor i famshëm dhe i bukur, i cili më ka thënë, kam në dorë Rakela një poezi me kineze, dhe kam me poezi të shkurtër, dhe unë një vëllim të bukur vetë me poezi të shkurta, do të jetë shumë interesant, do të t'i pëlqej shumë gjithve, do të vitat jam vetë ty. Faleminderit Rakel, me zi e presim. Në fakt, shoh që pikërisht kjo ajo për cilën e folëm, struktura e poezisë, rima është, duke që është prezente, kryesisht rime kryqëzuar? Po. Rime puthur, aktenuar, kryqëzuar, dysha, unë shkruaj shumë edhe mund të them që jam e vetja që përdor trinomin, se tash ti kur të shikojnë dhe bëjnë dhe të tjerë nga 2 vargje dhe bëjnë 3 pjesë, jo, trinomi ka sekretet e veta, edhe është dhe i bukur, dhe trinomi sa është një poezi e shkurtër. Shkon ka marrë shpeshherë te Lazgushit edhe më kujtohet që Lazgushin kur isha shumë e vogël e ndiqnja dhe ishte në moshën e tij më të vjetër që ishte në qen dhe prisnja në liçen dhe prisnja në Bregdet aty dhe një ditë i kam folur dhe ai më pa shumë të vogël dhe nuk më përshëndeti sepse unë kisha disa vargje në dorë, siç bënim atëherë sa botë e bukur e jona ishte. Prandaj e dua Korçën, sa e gëzuar jam qera dhe shi. Më zgjoh shumë. Të ka frymëzuar? Po, shiko, unë do duja të thoja këtu, kur ta lexosh do të pëlqejnë shumë poezi, por më pyete për gruan, zemër e një gruaja, them diku dhe them, shpesh mendoj se kërkon të më humbësh, por të mundohesh pranë të më gjesh. Jam bërë si koha e lënë më njanë, as nuk thras, as nuk buzëqesh. Shpesh mendoj se të kam pa të patur, zemra e një gruaje ti të përgjoj. Ajo preta krepat e mbyllur tapen, por dhe kur lëvizin, ajo është njësoj. Kështu duhet ta jepja përgjigjen sa poeti flet me vargje, por tisha ta kthejnë në formë në një bisede, për ta bërë një çik më të bukur dhe me dëgjues të tjerë, se jo të gjithë duan poezinë, jo të gjithë janë të dashuruar. Tani unë po flas sigurisht me një poete, po flas edhe me një grua, me një vajzë e cila e ka dashur shumë edhe radion, fjalën në radio. Po shumë. Pse? Çfarë ke gjetur ti tek radioja shumë vite më parë? Do me thënë, ka qenë një emocion, dhe 4-3 minutat e para, do me thënë, kisha një dridhje. Dhe pasi unim në emision, atëre pastaj, nuk e di, gradualisht shkëputesh vetë prej tupit. Akoma e kam një gjë të tillë përpara mikrofonit, sepse gjithnjë e kam dashur dhe e dua. Radioja është pasuria e fjalës, e cila zbërthehet prej shpirtit, dhe i transmeton dhe shpirt tek zemrat e të tjerëve, pa të parë fytyrën, pa të parë figurën, mendo se e rëndësishme bëhet fjala. Nëse ti ka arritur ta transmetosh fjalën, pa të parë buzët, pa të parë përshpëritjet, pa të parë ndjeshmërinë e syve, se njeriu dashurohet dhe më vështrim të parë, dhe të ndjek edhe duke të parë nga portreti, atëre ti fjalës i ke dhënë rëndësinë më të bukur, atë ke begatuar, e ke bërë si një pyll
si një pyll ku ka vetëm Ciceri Mazojq. Mua do me thënë, më mbrekullon ajo radioja, nga një radion e dua edhe më shumë se televizioni, sepse me të shpesh në televizionat bardhë si mendoja, si mund të shkos të bësh një gjyq pa prezencën tënde, si që bëshën dikur, sepse ai gjyq do të humbas, duhet jetë dhe figura, nuk do të jetë vetëm zë. A mund të shikojmë një film në vetëm zë? Jo, duhet të shikojmë dhe figurën, kurse radio është krejt ndryshe. Radioja është pjesa dhe pesha e fjalës, do me thënë aty janë të gjitha, sepse në radio ne mund të themi fare pa emocion, dhe me shumë tak të përdorim mënyrën si e transmetojmë. Dhe unë gjithë një kur isha në radio, mendoja brenda vetes, si po t'i gjohet, apo më ndjeken, kur të mbaroj si do jem, si kur isha dhe me figur. Në fakt ishte vetëm fjala, që në radio ke mundësin edhe të mbajtjes e një flejte, të një libri, të një gjoja, nuk mund të jesh kështu si për para televizionit. Rakel, prej vitesh tashmë ti ke krijuar me lexuesin, me shumë prej tyre me mira, që edhe nuk i nje, ke krijuar një urë komunikimi. Çfarë të është dashur të ngresh te kjo urë, të përsosësh te kjo urë komunikimi? Shiko, ura është si ato brigjet që rrjedhin, dhe me gjithë se është një urë, ajo rrjedh, është sikur të kputet në mes. Dhe nuk ka qenë asnjëherë një ndarje në komunikim, sepse kur ke poezin, e ke komunikimin, ajo ura mbetet vetëm bashkim. Edhe bukur është një urë që na bashkon, në dashuria ajo bashkon edhe zemrën, edhe fjalën, kurse në miqësi ajo bashkon përshëndetjen, bashkon shpirtin e mirë dhe njeriu në këtë urë gjen dhe momentet e bukura të mëngjesit, i gjen edhe perëndimet. Unë i dua shumë perëndimet, se ato më ngjan me dashurinë. Dhe gjithë një binjun e bukur të Selanikut, sikur ndaloj edhe i flas një dashurie të cilën e kam në zemër. Kur perëndon dielli dhe linoja, ajo është kaq e bukur ai perëndim dhe themi ku dashuria të puth të takoj përsëri nesër. Domethënë dhe vjen muzikun e dua shumë. Është ai momenti kur ndahet të dita me natën. Nuk e di, ishte aroj që jam në emision dhe po pisotojmë aty sikur jemi vetëm në të dyja. Gabimi që nuk morëm ndonjë kafe, do ta pim pastaj. Rakel, veç natyrës, njerëzve të tu, të zemrës, të dashurit, njerëzit që i ke larg dhe afër, a ka personazhe që i ke njohur rastësisht në jetë, po që janë kthyer në vargje? Po. Tham që po i të ishte sinqert. Ka personazhe, ka njerëz që kam njohur, i kam dashuruar, i kam futur në shpirt. Dhe kjo nuk do të thotë ndonjë gjë. Kjo do të thotë që të jeton. Dhe më ka thënë frymëzim shkruaj për vërtet i vargje. Nëse unë nuk do të isha i dashuruar, ashtu siç them nga larg, ndoshta nuk mund të shkruaja poezi. Kështu që unë komunikoj edhe me eshtjen. Rakel, do të ngelesh. Unë e dua shumë eshtjen. Eshtja flet tek poezitë e mia, eshtja bën zhurmë, eshtja është melodi. Më kujtove dhe profesor Antonio Berishën, i cili boton antologjit bukura në Prishtinë dhe unë jam e përzgjedhur tek vargjet e tij të shpirtit. Ai ka një libër të bukur që më ka dhuruar eshtja, dhe unë e mbaj gjithnjë me vete. Gjithnjë komunikojmë sepse eshtja ka shumë forma, por për mua eshtja është dashuria e madhe. Një njerëz që është kur të flet, mendoj se dhe më do. Rakel, mendon se do të ngelesh përjetësisht besnike e poezisë? Po, përjetësisht. Mendoj që të vdes një poete lirike, se poetet lirike kanë edhe kuror. Dhe unë e dua shumë varg, unë e dua shumë poezinë. Shikon. Nuk do tentosh asnjëherë të provosh të shkruash në një gjini tjetër? Apo kjo vjen fare natyrshëm, nuk është diçka, nuk është një formullë? Unë shkruaj shumë bukur dhe në prozë, se si më duket, sikur e tradhtoj, sikur tradhtojnë dashuri, po tradhtoj poezinë. Megjithatë të mos japim fjalën se nuk e diet, sepse unë kam kaluar situata të vështira, të cilat ka nevojë për rrëfim. Ka nevojë për rrëfim, po. Dhe nëse ka nevojë për rrëfimin, që ka nevojë për rrëfimin, do të ndodhë dhe kjo. Do ta them ty të parës. Faleminderit. Shikoj, njeriu sa më shumë ka vrarje shpirtërore, të gjithë kemi vrarje shpirtërore, apo jo? Besoj se edhe ti ke, apo jo? Ti ke si embri, vritesh dhe i lëshon, edhe ti merera. Kurse mua era gjithë një misjellë, kam korrier në poezi, gjithë nuk e di si ma afron puthjet, si ma afron mesazhe kaq të bukura sa unë duket sikur e takoj ose të takoj. Sepse era është një mik e mirë, ria, është e bukur, qelli, si dashuria, është si shpirti një burri,
që të ripran, a unë të prekësh do të qelin, me vështrim, kështu është dhe shpirti bukur dhe i pasur. E kuptoj që ke me vjetra e me mira muza frymëzimi, po nëse do të duhet një moment të zgjedhësh me zgjiniva, poezia do vazhdoj sërish të qëndroj? Patjetër, po. E të vazhdoj të qëndroj dhe më shoqëron gjatë gjithë ditës. Shiko, unë kam 4 libra gati, dhe në këdhem botuar. Pse? Se është ajo që dham pak më përpara. Libri... Duhet të selektohet një. Pse kjo dega që e bukur, pse një pemë, një lis? Pse ti këput të gjitha degat dhe të mbetet vetëm trunk, me ndosa i bukur është kur e shikojmë. Kështu e kanë bërë, kanë filluar nuk lexojnë më njëri tani. Dhe kështu që janë pak të përzgjedhur. Dhe po të shikosh edhe poetët kur botojnë libra, nuk i botojnë mosin përpara 400 cop, 300 cop. Botojnë pak, se din ku do jepen. Janë të kujdesshëm, po. Përveç muzave të frymëzimit, a ka Rakela Yzeri modele poetësh që e kanë ndjekur gjatë gjithë jetës? Unë nuk kam kopjuar asnjëherë, por... Jo, nuk po flasim për kopime, se sa... Kopim do të ndjesh, po frymëzim. Unë jam frymëzuar vetë nga natyra e bukur, jam frymëzuar nga njerëzit, nga dashuria që kam për ta, nga dashuria që kam për kafshët, por nuk harroj kur Eseninin. Eseninin me pikat e gjakut të dorës së tij shkruante. Më ka përlotur, nuk kaloj kur por leluarin. Ata të gjithë shkrimtarët, të gjithë poetët e vërtet, Gratja e të tjerë me radhë, ata kanë historitë e tyre. Ata po ti lexosh, unë kur u bëra i rritur 40 vjet, dhe mësoj biografinë e tyre më duken të tërë të degeneruar. Dhe për një moment e di si thash era, thash që kë kam madhuruar, ua, po këtë që kam bajtu ka shumë dorë, po këtë kështu më duken të gjithë Don Juan, dhe pastaj thash, në vetvete ata janë të mrekullueshëm. Dhe të gjithë i dashuroj, dhe të gjithë i dua një nga një, sepse ashtu i kam poeti. Ja të them një histori të bukur. Përpara një muaji, isha duke pirë një birë në Bruxelles, edhe me një mikun tim poet, ishte edhe një mikesh tjetër, e cila vinte nga Italia. Më thot, në rrugët e Bruxellit, Rakela më thot, gjithë njënte shenjë njeri leckaman dhe lypte. A i lypte dhe ikte dhe njinin të gjithë, thot. Dhe një ditë thot kalon dikush e shikon dhe thot merrni këtë njeri, visheni bukur dhe ma sillni tek restorant filan. Edhe shkuan, ai nuk pranoi, po megjithatë i thonë që do të vish patjetër, thot se të kërkon. Diçka ka ndërmend ai, ja mbushën mendjen dhe shkon. I veshur bukur krejt njeri tjetër ju ai. I ngrihet më kam zotëria dhe i thot, nuk më ban më të mua. Diku i kam parë këta sy, thot. Po unë tani jam bërë një njeri tjetër, thot. Unë jam shpërfytyruar. Po unë, thot, jam ai që kam botuar librin tënd të parë me poezi dhe të vetëm. Dhe fillon të lotoj, edhe ai të lotoj. Dhe shikon, unë kam ardhur, thot, se është qasti, më solli, thot, Zotit e këty, që ti tjetosh ndryshe dhe të botosh dhe librin tjetër. Edhe ai filloi të jetoj për së pari, sepse qasti gjithçka qasti asgjë. E kuptoj. Falenderoj për gjithë emocionet, po nuk do të ri pa e lexuar edhe një poezi tjetër. Të falenderoj shumë. Po edhe këtë në mënyrë rastësore do ta zgjedh, sepse shikoj ku të na hapet, ja të shikoj ku të ka dalë. Kudo që ta hapësh. E kam një kënd për trishtimin tënd. Mos e haro qiellin tim të vjetër, të grisur, të gërvishtur shumë herë. Aty afrohu sa herë të bjerë shi, çadrën e reve të kam bërë stre. E kam një kënd për trishtimin tënd, ku luajnë pritjet e lëna dikur. Ti serdhe asnjëherë të azësh atë vend, dhe unë dhurat s'ja bëra askund. Sa herë të lotosh në dhimbje e brenga, kërko qiellin tim, mos shko kur më larg. Aty flen kujtimet, puthjet, ëndrat. Aty fle dhe unë, veshur mëkat. Afrohu ta ngrohësh, ta prekësh pak. Si kisha provuar që të lotoja për poezin time, se që të lotoj për poezit e të tjerëve. Është një poezi shumë e bukur kjo. Sa e bukur, a? Mos haro kur qiellin tim të vjetër, sa e bukur. Sa herë të lotosh në dhimbje e brenga, kërko qiellin tim, mos shko kur më larg. Aty flen kujtimet, puthjet e ëndrat. Aty fle dhe unë, veshur mëkat. E bukur që nga.
Unë isha shumë e lumtur dhe kënaqur sot që realizova një intervistë të vërtet me një poete 24 karat. Të falenderoj shumë Rakel për gjitha emocionet që na përcolli në këtë intervistë. Do doja pa fund të bisedonim, po sigurisht minutazhi është ti e një mirë kohën televizive. Sa keq më vjen se ato më të rëndësishme ndoshta dhe nuk kam thënë. Ishte gjithçka spontane, e pa përgatitur dhe këto ndoshta janë më të bukura. Uroj të kemi lënë një mbresë tek dëgjuesit, tek shikuesit tanë dhe besoj se po. Të tjera që se kemi thënë do t'i themi në një emision tjetër. Patjetër. Dhe unë të falenderoj shumë. Gjithmonë e mirëpritur të Dhe unë të falenderoj shumë, dhe unë përqafoj fort. Dhe faleminderit dhe ju dhuroj dhe lotin dhe kjo është gjë e bukur. Poezin time po e marr përsëri me vete sot. Ju uroj shumë suksese në të gjitha takimet ku shkon me poet përtej Greqisë, sepse të paktën nga biseda kuptuam që ruan marrëdhënie shumë të mira dhe me poet në diasporë përtej kufive në vende të tjera të Europës dhe besoj në bisedën e ardhshme do të kemi lajme të mira, besoj edhe nga poet të tjerë për t'i ndarë me teleshikuesit që poezia gjithmonë të triumfojë, ashtu që pas këtij emisioni do telefonojmë dhe do bisedojmë përsëri bashkë. Tash më jam ike dhe pjesë e zemrës ime. Faleminderit Rakel. Emisionin po vërtet më rën zemër, sepse duke thënë vargjet e mia, ke filluar të kuptosh dhe mua. Faleminderit. Faleminderit për shëndetjet të gjithëve. Zemra. Ne ishim në një intervistë të veçantë, ekskluzive me një poete të jashtëzakonshme dhe të rrallë, po dhe me fat, që është nga qyteti ynë i bukur i Korçës, Rakela Yzeiri Zoga. Bashkë sigurisht që do të rishihemi me të tjerë të ftuar në gjithmonë ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar.